Për shkak të rreshjeve të pritura në vend, përsëri po rritet rreziku nga rritja e nivelit të lumenëve dhe liçenëve, si dhe rreziku nga dalja e lumenëve nga shtrati dhe përmbytje. I gjithë territori i Maqedonisë së Veriut sot është në fazë paralajmëruese për shkak të rreshjeve të shumta dhe shiut që priten. Sipas parashikimit të Drejtorisë për Punë Hidrometeorologjike, në disa vende shiu do të jetë më intenziv dhe pritet të kalojë mbi 30 litra shi për metër katror. По-интензивни врнежи очекуваме во текот на вечерните и ноќните часови, и тоа особено во централните и источните делови од земјата. Таму се очекува локално да наваднат и на 30 литри на метар квадратен воден талок. Секако на планините врнежите ќе бидат од снег, значи. Утре предпладне се уште ќе има врнежи, меѓутоа во источните делови, така значи овој бран се повлекува према исток и попладнето веќе очекуваме разведрување кое што ќе продолжи во среда, а веќе среда кон крајот на денот очекуваме нов влажен бран. Nga qendra për menaxhim me kriza apelojnë dhe rekomandojnë qytetarët që nga pasditja e sotme të shmangin lëvizjet lokale brenda dhe pranë shtretërve të lumenëve, për shkak të shirave të rrëmbyeshëm dhe rritjes së nivelit të ujit. Në fillim të janarit të këtij viti, për shkak të rreshjeve të dendura dhe daljes së lumit nga shtrati, disa lagje në Kërshov u përmbytën ndërsa rreth 60 persona u evakuuan dhe u strehuan në palestrën sportive. Autoritetet lokale ndërhyjnë menjëherë për të ndihmuar, ndërsa dëmet materiale ende po analizohen.